Nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë për të folur atje për situatën politike, por jo vetëm për aktualitetin, por jemi në përvjetorin që kaluam të masakrës së Reçakut, për marrëdhëniet me ndërkombëtarët, për atë që po ndodh në Hag dhe për gjithçka tjetër do të flasim me ish prokurori në UÇK-s, komandantin në zonën e operative të Pashtrikut, zotin Fatik Halit Haja. Përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, të nderuar. Vjen mirë që jemi lidhur me Top Newsin e Shqipërisë. Jeni të veçantë edhe me programe. Respekt për ju dhe për shoqëruesit e juaj. Faleminderit shumë, zoti Halit Haja. Më lejoj që ta nis nga një postim që ju keni bërë në një analizë për masakrën e Reçakut, ku shprehni kritika për mënyrën e organizimit nga kryetari i komunës së Shlimës për këtë përvjetor. Pra, ju thoni që jeni përjashtuar ju dhe luftëtarët nga ky rast përkujtimor, por kjo në fakt edhe si ndërsi, jo vetëm për këtë rast. Pra, sikur ka një kraj që do ta luftoj krahun e luftës. Në përgjithësi, që nga çlirimi i Kosovës, të huajt që kanë ardhur në aleatët tonë, ndërkombëtarët janë përpjek që nocionin shprehen luftë ta heqin dhe ta quajnë konflikt. Duke u nis nga ky parim, ata luftën tonë kanë konsideruar si një konflikt i mrenshëm i Jugosllavisë dhe sa është mujt është mohuar lufta, mirë po këtij mohimi ju kanë bashkangjitën edhe njerëzit që nuk janë të gatshëm të luftonin atëherë, njerëzit që ishin me bindje se përjetësisht do të mbetemi në Jugosllavi, njerëzit të cilët kishin bashkëpunuar dhe ishin kolaboracionistë ish sistemit titist, dhe gjitha ajo garnitur bante gjithmonë punën atë që dëshironin ndërkombëtarët dhe atë që ishin vetë ata, jo atë që ishte vlerë, jo atë që ishte realitet, jo atë që ishte nder dhe gjakderdhje për lirinë e Kosovës. Kjo që nga fillimi e deri tani mohohet vazhdimisht edhe në historinë e fëmijëve tanë që mësojnë në shkollat fillore të mesme, në të tërë historinë që mësohet për luftën janë 5 faqe, vetëm 5 faqe. Të tjera gjithë ajo periudhë e lavdishme, për shumë shqiptarë është më e lavdishmja pas asaj të Skënderbeut, janë vetëm 5 faqe. Vetëm 5 faqe. Edhe është e çuditshme se ne nga gjitha ajo robëri e ronë, edhe nëse kthehemi e mendojmë veç për pak sekonda se çfarë gjendje kemi qenë, çfarë vështirësi kemi pas, sa ka qenë robëria randune mbi trupin tonë dhe sa ka qenë vdekja dhe liria, vdekja dhe jeta të përafërta në mes veti, na let do të dinim tash të orientoheshim dhe të thonim shqyqyr o Zot që u shlirum një herë për gjithmonë me gjitha të sakrifica, me 13.500 viktima, me 2.576 dëshmor, me gjitha të lufta, me gjitha të betej, me gjitha të angazhim të popullit Kosovës, të rinisë Kosovës, të njerëzve të ilegales, burgosin politik, televizjave ilegale, si që ishte televizja popullore e Kosovës, po gjithmonë mendimin e shtetit shqiptar në të gjitha rrethonat, të gjitha kohët, sidomos në gjetjen e aleatëve, në përkrajen me aleat dhe në përkrajen me armët e Shqipërisë. Po sot në këto momente, në gjykimin tuaj, se duke sikur po del më vështirë paqja se sa lufta, ku ndodhet Kosova? Në raport edhe me trajtimin e atyre herojve luftëtarëve që sollën çlirimin, por edhe në raport me të ardhmen. Kosova nuk ndoqi vijën e amanetin e dëshmorëve dhe gjakut derdhur për luftë për liri. Kosova filloi të përshtatet ndërkombëtarëve dhe të minimizoj në korrizë të pavarësisë dhe suverenitetit të vet shumë të drejta që na takonin dhe do të na takonin. Që nga fillimi veteranët, ish luftëtarët, familjet e dëshmorëve, invalidët janë mbetë pa ligj dhe nuk kanë trajtim ligjor, kanë një trajtim administrativ të cilin herë zbritin, herë ngritin, domethënë nuk kanë mbrojtje të dinitetit të tyre, nuk kërkojmë lëmosh, kërkojmë dinitet dhe kërkojmë ligj për vlerat e luftës. Kjo ka munguar deri sot, mungon edhe më tepër, tani me këta pushtetarë të ri, edhe më të anshëm janë
kundër luftës dhe kundër luftetarëve. Megjithatë, zoti Halitja kurti mori mbi 50%. Ju si shikoni këtë 4 vjeçar që po vjen? Unë nuk duhet jem kundër asaj sepse verdiktin e jep populli dhe populli është sovrani. Mirë po duhet të shohim shumë rrethona që nga e kaluara. Lidhja demokratike e Kosovës është komplet kalim i lidhjes komuniste të Jugosllavisë me 80.000 tesra që ishin antarë të lidhjes komuniste të Jugosllavisë, që ishin titistë, kalojnë në lidhjen demokratike të Kosovës. Ndërsa këta të sotit janë neotitistë, bitë e tyre, bitë e titistëve, dhe populli ka pasur qysh atëherë në bazën organizimit dhe në udhëheqjen e pushtetit, në privilegjet e kohës, njerëzit të cilët kanë qenë pro Kosovës në Jugosllavi e jo pro bashkimit kombëtar. Po një ndjesë po ju ndërpres, një pjesë e antarëve segmenteve në LDK ndoshta mendojnë, janë shprehur, kam pasur rastin të dëgjoj që më mirë të bëjmë koalicion me vetëvendosjen sesa me PDK, sepse ata na vranë. Po si duket ata janë të vetëdijshëm që një pjesë e madhe e tyre janë bite aty në më hershme të pushtetarëve të kohës kur ne ishim në sundimin jugoslav. Po sidoqoftë, ne nuk duhet si luftetar të pranojmë asnjëherë të shkilen të drejtat e luftetarëve, të shkilet gjaku i dëshmorëve, të përbuzet lufta. Ajo që është liria e Kosovës, se nëse nuk e vlerësojmë luftetarët, nuk e vlerësojmë luftën, gjakun e derdhët, do thotë nuk e vlerësojmë as lirinë. Pas pavarësisë, kush është nga partitë në gjykimin tuaj që ka bërë më shumë dëm Kosovës? Ju lutem edhe një herë. Kush nga partitë i ka bërë më shumë dëm Kosovës? Nuk mund të precizoj se ka në përbërjet e tyre në të gjitha partitë njerëz që tërheqin mrapa, po sidomos në rrethonat aktuale që jemi të dëmtuar dhe të sankcionuar nga ndërkombëtarët për shkak sjelljeve të këtyre pushtetarëve të ri. Megjithatë, ne si luftetar nuk pretendojmë ta drejtojmë shtetin, por ne pretendojmë që ne të kemi të drejtat tona, lirit tona, duhet të kemi dinjitetin e mbrojtur me ligj dhe të kemi drejtën ligjore, sepse akoma sot ligjet për vlerat e luftës nuk i ka Parlamenti i Kosovës. Po ndoshta nga që nuk keni qenë të unifikuar dhe një pjesë e veteranëve kanë hyrë në radhët e politikës dhe kjo i ka ndarë për të qenë bashkë në blok për të kërkuar këto që ju thoni? Unë kam mendimin se veteranët do të fraktarizohen ala, do të dohen ala, për shkak të ndikimeve të partive të ndryshme në rrethet të ndryshme. Dhe këto ndarje e dëmtojnë tërësinë e luftetarëve. Shoqatat e veteranëve të dalura nga lufta kanë një mision. Ato janë jashtëpartijake dhe janë bipartijake, për çështjen e atdhellt, për çështjen e kombit, ato nuk duhet të bën servile, nuk duhet të bën në shërbim të ndonjë partie në dëm të interesit të përgjithshëm. Megjithatë, nuk kanë shumë fuqi organizative, as buxhetore, nuk kanë shumë përkraje dhe s'kan pas asnjëherë. Megjithatë, ne kemi mbijetuar dhe jemi 40.000 njerëz që kemi marrë pjesë në atë luftë. Për fat të mirë jemi protagonistë asaj lufte, sepse pikërisht tu me Reçakun që u mbajt një sesion shkencor në prag të kësaj masakre, as një gjë nga ata njerëz që u mbajt nuk ishte e marrur direkt nga protagonistët e ngjarjeve, nga luftetarët, dhe asnjë sen nuk u fol për luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Po kjo u bë se nuk dinin apo nuk donin. Përse e bën këtë? Janë dy mundësi. Një është se nuk i takojnë kraut e luftës dhe lavdisë. E dyta është se mendojnë ndoshta duke eliminuar UÇK-n në këtë rast, i bindin faktorin ndërkombëtar se civilët e pafajshëm janë vrasë, s'ka pas UÇK, po janë kon vetëm civil.
Këto dyja janë bashkë, por duhet sqaruar mirë, se civilët janë vrarë para se me bo përplasje luftarake mes UÇK-s dhe forcave të ushtrisë serbe, të policisë serbe, u sulmuar fshati para se mu sulmuar nga forcat tona askush, dhe janë masakruar ata para se të filloj lufta. Me masakrën e atij popullit pafajshëm fillon lufta mbrojtëse e popullatës tjetër dhe fal këtyne luftëtarëve, të cilët edhe 11 prej tyre dhanë jetën, krye me komandantin Ahmet Kaçiku, komandantin e brigadës ishin e Xhatheni. Na i mbrojtëm popullatën tjetër, për ndryshe do të shfarosej Reçaku, dhe mendoj se qëllimi i serbëve ka qenë historik me dekada kundër Reçakut, sepse aty ka qenë një kryengritës i fort, Çorri Lazi, që i kanë thonë se keni ndëgjuar ndonjëherë këngën e tij, dhe i merr Devetaku. Ata nuk e kanë lënë vendin patrullave të policisë, gjandarmerisë të atëhershme të Jugosllavisë vjetër. Dhe pikërisht Reçaku është fut në një oazë të rrumbullaksuar për t'u azgjasuar nga forcat serbe. Pat apo nuk pat UÇK, ka qenë parapane Reçaku, Bllaca, Grejkoci, Gjinoci dhe Korisha të azgjasohen. Kemi gjetë vullosura dokumentat që shkruan në mesin e tyre, në vulën ku e kanë, këta duhet të azgjasohen tërësisht. Ju përmendët pak më lart kolaboracionistët e ata që kanë bashkëpunuar atëherë mes tyre dhe shqiptarë me Jugosllavit. Po sot ku janë këta? Sa ndihet dora e zezë e tyre, pra e Serbisë përmjet këtyre personazheve në Kosovë, në Prishtinë? Kanë fuqi diktuese? Unë mendoj se kolona 5 kur më aktive nuk ka qenë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Fillon nga propaganda, nga mediat, nga debatet që organizohen prej analistëve, prej të quajnë veten analistë, janë thjesht opinionista, nga financuesit e mediave, nga elementet e ndryshme të propagandës në fejt lajme, në këto media sociale, bëhet vazhdimisht një politikë anti-shqiptare dhe unë do ta quaja një çmontim i vlerave historike të kombit tonë, nga Aleksandri i Madh, Skënderbeu, lufta nacionale shqiptare antifashiste, deri te lufta ushtrisë shqiptare e Kosovës. Keni emra për këto që përmendët, pra janë emra publik pas tyre apo janë ata në ekran, pra në ballë? I shohim çdo ditë vëlla, nuk duhet merren shumë me emra, keni këtë Necmettin Spahiun, keni Baton Haxhiun, keni lloj elemente që dalin vazhdimisht në televizion dhe japin orientime, dezorientime, se ne jemi dy kombe, Kosova është komb tjetër, Shqipëria është komb tjetër. E kthejnë historinë mrapa, japin të drejtë kalumës dhe androjnë që një ditë prapë të jenë bashkë me ata që kanë qenë bashkëpunëtor apo me bashkëpunëtorët e baballarëve të tyre. Ju surprizoi rasti disa muajve, pra më parë në vitin e kaluar të Fatmir Shehollit, apo ka edhe raste tjera si ai? Jo, ne kemi edhe shumë tjera, po fati mirë që në Kosovë ka filluar të guxoj, se ligjet kanë ekzistuar, po të guxoj prokuroria dhe gjykatat merret edhe me spionët e shtetit. Për ndryshe nuk kemi pas raste më herët, para 2 vjetë s'ke guxu t'i thuash as spion. Është bën mod në Kosovë të thotë unë jam bashkëpunëtori i francezëve, ai tjetri i rusëve, ky tjetri i amerikanëve, dhe bëjnë gara në media dhe në publik edhe në nejat e ndryshme se kush e ka patronin më të fortë për kanë punon ai spion. Domthonë tash ka filluar të hyjë në ligj kjo punë dhe të veprohet kundër spionëve, është për të përshëndetur. Pra ju mendoni që shokët e tij, pra në mënyrë figurative, janë të shtrirë në gjitha pushtetet? Ata janë gjithmonë edhe të ne edhe të ju, edhe nuk e dalin me parullat e hapura, po ata i kryejnë punë sipas porosive dhe direktivave të tutorëve të tyre pushteteve të huaja. Komandant, si u duket situata në raport me Serbinë tani dhe në veri? Kemi pas para pak ditësh kalimit disa dronëve mbi territorin e Kosovës. Mund të themi që me siguri jo vetëm NATO-s, po dhe me armatosjen e Kosovës nga Shtetet e Bashkuara, nga Turqia.
Pra, jemi një pozicion të mirë. Është një luftë hibride që zhvillohet vazhdimisht në Kosovë dhe propaganda se Serbia do ta sulmon Kosovën, Serbia një ditë do të hyjë në Kosovë, ushtria serbe do të bëjë këtë apo atë, kjo vazhdon çdo kohë. Provokimet bëhen edhe me gojë, bëhen edhe me lëvizje trupa të afër kufinit, por ne e dim se Kosova në mbrojtjen e ndërkombëtarëve, në mbrojtjen e KFOR-it, dhe derisa këtu janë KFOR-i, NATO, janë edhe baza amerikane në bën stil, këto shfrytëzohen më tepër për propagandë ditore dhe për interesa për ta mbajtur pushtetin edhe në këtej Kosovë, dikush edhe andej Vučići në Serbi. Megjithatë, armiku nuk flen kurrë. Ne e dim se edhe mas 300 vjetë dhe 1000 vjetë do të ketë pretendime për Kosovën. Siç e patën durimin të durojnë 78 ditë granatimet e NATO-s vetëm mos ta dorëzojnë Kosovën pa luftë, që t'ia lënë të drejtën historike vetvetes për ta nxjerrur kurdo që mujnë me forcë apo me luftë Kosovën. Megjithatë, ne jemi të përgatitur, edhe FSK-ja, edhe ish luftëtarët janë akoma të fortë dhe gjallë, edhe pse na thonë veteran, na pensionista si jemi të gjithë, mund t'i kapëm armë prapë, edhe armiku në çdo kohë që e din se ne bëjmë rezistencë, ai mot gjonat pak më ndryshe dhe guximi o më i vogël nuk guxon na mësoj as neve as juve, sepse tash jemi shumë më të fortë dhe jemi bashkë me ju. Komandant, çfarë po ndodh tani? Si mendoni që do mbyllet ajo që ka 5 vite që ka vazhduar në Hag? Ju e njëjti situata sepse edhe keni dëshmuar para disa vitesh, në mos gaboj 3-4 vitesh atje. Por keni pas mbajeni mend edhe fakti që keni pas atë incidentin me avokatin e Kadri Veselit, por edhe një hatër mbetje me Thaçin. Po vjen mirë që na përcjellni shumë dhe na vëzhgoni sikur me lup kështu. Shumë bukur, për ata e kemi edhe Shqipërinë. Unë isha edhe unë një prej atyre që u mora në Hag për të dëshmuar si i dyshuar për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po rona ishte dhe keqja ishte se ata shokët tanë, ata bashkëluftëtarët tanë, prisit e ushtrisë shqiptare të Kosovës, mbahen atje padrejtësisht në paraburgim, pa marrje të ndonjë vendimit, absolut asnjë vendim s'është marrë, mbahen aty që 5 vite dhe trajtohen shumë keq. Këtë kjo ka ndodhur me qëllimin dhe ndikimin e rrymave, frymës slave, panslaviste, serbo-ruse, e pagujtën Dick Martin me miliona euro për ta shpik atëfar thënien mostrume të tij se gjoja UÇK-ja ka shit organe njerëzore, ajo doli krejt bllok. Tani e kanë emërtuar si ndërmarrje përbashkë kriminale UÇK-n dhe njerëzit kryesorët e saj i mbajnë të bllokuar. Mendoj se më shumë është kjo politike dhe jo më shumë po krejtësisht politike dhe ka të bëjë me apetitet dhe interesat e të tjerëve kundër Kosovës. Si shikoni fundin e procesit, sepse konkluzionet janë në shkurt, ndoshta nga përiti mund të kemi edhe vendimin. Për te dëshirës e të gjithëve, edhe nuk e vend me dyshim normalisht edhe atë që ju thoni, po tha që po përballet me 2 procese, është edhe pengim të drejtësisë edhe rastin tjetër. Pra mund t'ja hedh për të dyja Thaçi dhe të tjerët? Tash jemi në fazën e fundit e procesit, e fundit e tham për pjesën e të dëmtuarve, për pjesën e njerëzve të UÇK-s. Këta kanë fjalën e fundit që nga e hana e deri në 19 shkurt. Pastaj të hiqen për marrjen e vendimit gjykata, që ka të drejtë deri në 3 muaj ta vonoj këtë punë, ta zhagoj. Megjithatë, na do të shohim shumë dhe do të konstatojmë shumë më drejt kur e ndëgjojmë fjalën e fundit të ish luftëtarëve të UÇK-s dhe shpresoj shumë ka pas ndikim të madh edhe dëshmitarët nga personalitetet e ndryshme të botës, nga Anglia, nga Amerika, që kanë dhënë të drejtë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, e kanë quajtur luftë e pastër dhe mbrojtëse. Nikosisht e di që nuk kanë prova konkrete ndaj njerëzve që i mbajnë atje, as ndaj neve që na maltretojnë e na marrin shpesh. Mirë po janë këto tendenca dhe qëllime për të na marrë
me duar lidh derisa të realizohen disa procese, edhe në Kosovë, edhe në Evropë, në Ballkan. Megjithatë, unë e shoh një tendencë të gjykatës që ata dojnë me shpik diçka, dojnë me shpif diçka mbrana këtij gjykimi, ka edhe një dy procese tjera janë hapur ndaj Hashimthaçit, se që thonë pengim drejtësie tjera. Këto i bëjnë me qëllim nëse ju mungojnë faktet dhe nuk i gjojnë faktet, ata ta kenë një alibi me çka ta arsytojnë punën e tyre dhe me çka ta arsytojnë mbajtjen e deri tanishme të luftetarëve të lirisë brenda në gjykatën e Hagës. Prandaj është e vështirë të mendohet se do t'i lëshojnë si të pafajshëm, për shkak se ata dinë që ju meten bërgj dhe duhet t'i dëmshpërblejnë. Përndryshe ata do të shpikin dhe do të bëjnë të pamundshme në tyre për t'i fajsuar se po ku aq sa kanë qenë atje, që mos të dalin të pafajshëm dhe mos të dëmshpërblehen. Pra, mendoni që me këto shpikjet, makinacionet që ju thatë pak më lart, do ketë një dënim për këtë periudhë 5 vjeçare, pra? Nuk është meritore fare. Po, nuk e vend dyshim, po flasim për skenarët e mundshëm. Ne presim lirimin e plotë dhe pafajësinë e plotë. Po kanë me u përpjek ata që ta bëjnë një dënim sa do të vogël, sidoqoftë ta quajnë atë, për të arsyetuar punën e vet dhe për të mos i dëmshpërblyer, për mos me i lënë këta njerëzit pafajshëm dhe me morë barën e vet të fajësisë gjykata dhe prokuroria. Kam edhe diçka të fundit, jeni i kënaqur me atë që ka bërë kryeministri Edi Rama në to 3 mandate në raport me Kosovën? Në raport me Kosovën, Edi Rama ka marrë një fjalim në Beograd që nuk harrohet kurrë, për mua është fjalim historik. Në OKB ka marrë fjalime shumë forta dhe ka bërë përkraje shumë të mëdha. Tendencat kanë qenë shumë mua parafrues derisa ishte Hashimthaçi kryeministri i Kosovës. Veprimet e mëvonshme dhe këto ndarjet e mëvonshme që janë tani për tani me Albin Kurtit dhe rrethonat e krijuara më vonë nuk më pëlqejnë për asnjëherë fal. Spaku Shqipëria duhet sillet si vllai i madh dhe duhet ta orientojë vllain e vogël. Tjetra, vllai i vogël duhet të pranojë këshillat dhe të afrohet te vllai i madh, edhe nëse ha ndonjë shupjak. Unë llogariti në veten time kur kam qenë përgjes i organizatës marksiste-leniniste të atëhershme në Kosovë vitin 1988, kum kalu gjembat kufit mes Kosovës dhe Shqipërisë, kum shku te Bacaramiz për mu konsultuar për punët tona të matutjeshme në ilegalitet, në shefsi kundër Jugosllavisë. Kemi gjetë rrugë për me bashkëpunu në tëna rrethonat historike, prej 45-ës, 45-ës, si thoni ju, deri në shlirimin e Kosovës, edhe ato rrugë diplomatike që Shqipëria na ka trasu, na ka lidhur me aleatët anglez, amerikan, edhe armët që na ka dhënë Shqipëria, edhe përkrajen, edhe ushtrimet që janë botu që ka Shqipëri. Domethënë, mundësit janë gjithmonë bukon bashkë, edhe vetëm kur jemi bashkë, jemi fitimtar. Për ndryshe, ne të harron edhe Albin Kurti, edhe Edi Rama, edhe kush do qofshin pushtetar, që mund me nda këtë popull i cili është një gjaku, një gjene, një historie, një geografie, një kom. Jeni ndjeni, e keni lexuar tani më pas operacionin pra shpërthimi që kishte hartuar Enver Hoxha për një bashkim të mundshëm? Këtë e kom pa me 1988 me Veli Llakën, në Laç kemi bashkëpunuar plot 5 muaj e 22 ditë me shtabin e ushtrisë shqiptare dhe kum bashkëpunuar me stafin e udhëheqës të shtetit shqiptar deri te Bacaramiz. Atëherë kom pa që operacioni shpërthimi është dhënë me urdhër të Enver Hoxhës në vitin 1982 dhe është planifikuar me sa brigada, në cilat pjesë, ku bëhet ndërhyrja, sa gryka zjarri, sa do të ketë mobilizim Shqipëria, secilës brigadë a do të mund të bashkangjitet një batalion i Kosovës, dhe këto puni kom bë 5 muaj e 22 ditë bashkë me udhëheqën shqiptare në Shqipëri 1988. Atëherë morë vendimet për luftën e Kosovës, atëherë është menduar Shqipëria të jetë luftë përbashkët me Kosovën, pastaj, pas nënshkrimit në Helsinit të drejtat njeriut nga Bacaramiz, pas atij fjalimit të famshëm në OKB,
Shqipëria përzgjodhi që me aleat ta bëj luftën, jo vetë, dhe ata sugjeruan që Shqipëria mos të dalë në sipërfaqe që të bëhet një luftë e tretë botërore apo luftë ballkanike dhe do të na ndihmojnë ata. Realiteti është që ata na ndihmuan dhe realiteti është që na nuk harxuam aq njerëz sa që kemi menduar që mund të shkojë numri deri 100.000 njerëz. Na përfundum luftën me 13.500 civil të vrarë dhe 2.576 dëshmorë, nuk jenë pak, edhe 3 vetë shqiptarë, edhe 3 njerëz gosin jenë shumë, po megjithatë, Shqipëria është ajo që na ka ndihmu deri te lufta, Shqipëria është ajo që na ndihmoi luftën, Shqipëria është ajo, jo se jam me juve tash program Shqipërisë, po kështu mendoj. Shqipëria është ajo që mundet me nxjerrë Kosovën në situata të caktuara. Komandant, faleminderit shumë për bisedën dhe shpresoj që ne të flasim sërish në të ardhmen për vlerën e madhe, për UÇK-n dhe për situatën e tanishme me atë që përballet Kosova, Shqipëria, gjithë trojet tona. Ju falenderoj juve, ju përcjellim si program, jeni shumë program serioz, edhe dëshirojmë që ju të keni suksese, shoqëruesit e ju të jenë të lumtur me juve, Shqipërinë ta kenë mirë, kur Shqipëria është mirë dhe ne jemi mirë. Ne jemi një. Falenderit shumë.